Po shikoja këtë çaj në fakt dhe ishte goxha interesant. Sot kam daluar në një nga pikat e dyqaneve të Neranxhi Organic Market. Është pika e cila ndodhet në zonën e Ringut. Në fakt jo pa arsye, sepse realisht tashmë jemi në një kohë, në një stinë e cila në fakt temperaturat janë goxha të larta. Rritje graduale, rritje të ekstensive, vape lart, gjirsitje e tepër dhe normalisht të gjitha këto faktorë të cilat ndikojnë në një SHVP të përbashkët, rezultati është gjirsitje. Por, ku ndikon gjirsitja? Me gjirsitjen ne në fakt bëjmë një proces termoregullimi. Në kundërshtim të temperaturave të larta, procesi i gjirsitjes në fakt është, le të themi, forma natyrale që trupi ka për të balancuar temperaturën e tij të brendshme nëpërmjet avullimit. Por, çfarë bëjmë me këtë proces realisht? Ne largojmë ujëra, jo vetëm ujëra, por në fakt edhe kripra minerale. Kripra minerale të cilat janë goxha të rëndësishme për të gjithë mbarvajtjen e metabolizmit tonë dhe të mirëqenies tonë. Të tilla si kaliumi, magnezi, por gjithashtu edhe natriumi. Janë, le të themi, disa elementë, disa metale të cilat ndonjëherë dhe her pas here ne nuk ja vëmë shumë veshin, por që realisht janë shumë të rëndësishme. Dhe mund të duket e çuditshme se si ka mundësi që nga konsumimi i këtyre metaleve, sepse në fund të ditës këto janë metale, ne na ndikon kaq shumë shëndeti jonë. Prandaj, jo më kot, unë kam ndaluar në këtë pikë të dyqaneve në Neranxhi Organic Market dhe kam zgjedhur çajin e pasionit. Çaji pasionit në fakt isha duke lexuar dhe në përbërjen e tij përmban papaj të dehidratuar, ananas të dehidratuar, trëndafil i egër, hibiskus, moll, kanellë dhe karafil. Janë, le të themi, disa elemente mjaft esenciale. Janë fruta, por edhe erza gjithashtu, të cilat përmbajnë sasi të pakufishme dhe të shumta të antioksidantëve, të mineraleve, por edhe të polifenoleve mjaft të rëndësishme. Duke konsumuar, le të themi, një çaj pasioni, ne kemi bërë një veprim shumë të rëndësishëm. E kemi kombinuar atë me ujë. Dhe çfarë është uji në fund të ditës? Uji është jetë, uji është elektrolit, uji është barazë me kripra minerale. Ato kripra minerale të cilat ne i kemi humbur gjatë këtyre ditëve të nxehta, të cilat detyrimisht duhet t'i ribalancojmë dhe duhet t'i vendosim në fokus të ditës tonë. Por, jo vetëm kripra minerale që ne marrim nga uji, nga çaji pasionit, i cili jo detyrimisht e kemi të nevojshëm për ta konsumuar të nxehtë, por mund të bëjmë dhe një ekstraktim në të ftohtë duke e lënë 12 deri në 24 orë, përfitojmë dhe disa enzima mjaft të rëndësishme. Papaja në fakt, e cila është edhe ingredienti i parë në listën e etiketimit, dhe në fakt lista e etiketimit unë kam folur shpesh për produkte të ndryshme, jo më kot vendosen në një rend të caktuar kronologjik, sepse ingredienti i parë është dhe i cili është në masën më të madhe në këtë paketim. Dhe papaja, si një frut tropikal, ajo është e pasur me papainë. Papaina në fund ditës është një enzim mjaft e rëndësishme e cila ndikon shumë në sistemin ton digestiv, por gjithashtu edhe në mbarvajtjen e mirëqenies tonë ditore. Dhe duke konsumuar papajan, e cila ndihmon në tretjen e proteinave të ndryshme, edhe stomaku ynë do jetë më i lehtë, më i aftë për të tretur ushqimet ditore, por gjithashtu edhe më, le të themi, i gatshëm për të përfituar të gjitha vlerat ushqyese të cilat ne i përthithim apo i marrim nëpërmjet procesit të mastikimit. Përveç papajës, ne kemi edhe një element mjaft të rëndësishëm i cili është hibiskusi. Zakonisht, temperaturat e larta njihen si një faktor i cili ndikon në rritjen e presionit të gjakut. Dhe hibiskusi në fakt është një nga ato erzat apo një nga ato çajrat fantastik me një ngjyrë shumë të kuqarem, i cili njihet për vetitë e tij mrekullibërëse në lidhje me uljen e presionit të gjakut. Madje studime të ndryshme kanë treguar se hibiskusi mund të uli deri në 60 mm shtyllëzive presionin e gjakut, çfarë sidomos në këtë stinë tashmë, edhe për moshat e mëdha më tepër, është mjaft i rëndësishëm për të përdorur dhe siç e përmenda më përpara, nuk është e nevojshme që ta konsumojmë në të ngrohtë. Dhe produktet të tilla, përveç çajit të pasionit, Neranxhi ka një gamë të pafundme të çajrave, në fakt njihet si një pioner i erzave dhe i frutave të ndryshme, qoftë të thata apo dhe atyre egzotike. Ne kemi alternativa nga më të ndryshme, duke përmendur dhe livando, dhe çaj gjumi, dhe green garden, antioksidant. Do e marr një produkt tjetër në dorë më vonë, por vetëm për t'ju krijuar një ide se sa larmishmëri të madhe ka Neranxhi. Duke vazhduar dhe me çaj kamomili, edhe me nirvanën e zezë, fruta pylli, trëndafil të egër, por unë të përzidhja dhe green tropicalin,
është pikërisht ky paketimi këtu, një paketim goxha vibrant, i cili në fakt e jep dhe atë idenë e freskisë që ne tashmë kemi nevojë në këtë stil me këto temperatura të nxehta, që në përbërjen e tij përmban çaj jeshil, lemongras, arkokosi, ananas i dehidratuar, kanell, piper, karafil, ginger, kardamom. Atëherë është një përzierje, le të themi mjaft potente, e cila ne na furnizon me këto mikroelementet. Ne dy kategori kemi për sa i përket mirëushqyerjes tonë, makroelementet edhe mikroelementet. Por, ndonjëherë fokusohemi më tepër tek ajo sasia që ne konsumojmë dhe harrojmë se sa të rëndësishme janë pikërisht këto mikroelementet kaq të vegjël, të cilat ne i marrim pikërisht nga produkte të tilla. Janë ato mikroelementet të cilat ne nuk arrijmë të shohim me sy të lirë, janë mineralet, janë antioksidantet, janë polifenolet, janë ato ngjyrueset natyral ushqimor që luajnë rolin e neutralizimit të radikaleve të lira që trupi jon formon, por njëkohësisht edhe rolin e hidratimit. Duke e kombinuar çajin Green Tropical me ujë, ne nuk bëjmë thjesht një miksim të këtyre produkteve së bashku, por krijojmë një solucion i cili parafërsisht i afrohet përqendrimit izotonik të qelizave tona. Nëse ne kemi shprehjet tona popullore, gur bëhet mur dhe mur bëhet kalaja dhe trupi jon në fund të ditës është ndërtuar nga qeliza. Dhe ne praktikisht jemi ndërtuar nga qeliz. Dhe qelizat tona në brendësitë e tyre kanë pikërisht elementin e jetës i cili është uji. Uji i cili është një përqendrim të caktuar. Dhe nëse ne hidratohemi me një përqendrim të ngjashëm me përqendrimin që qelizat tona kanë duke kombinuar apo duke konsumuar çaje të ndryshëm, atëherë ky ujë ka një aftësi akoma dhe më të madhe për të depërtuar brenda kësaj qelizës, i cili në fund të ditës ne na jep rezultatin për të hidratuar. Dhe duke bërë këtë veprim më pas, ne kemi realizuar disa procese mjaft të rëndësishme në trupin tonë. Kemi bërë një balancë hidrolitike, kemi ndihmuar trupin që të restaurojë apo të rregullojë atë balancën termike të tij, e cila në fakt është një proces natyral nëpërmjet procesit të djersitjes apo edhe nëpërmjet procesit të rregullimit të temperaturës, por nga ana tjetër gjithashtu ndihmojmë edhe tretjen e stomakut tonë, duke qenë se stomaku në fund të ditës është një tullumbace e miksuar me enzima, me acide të ndryshme, të cilat zbërthejnë ushqimet më pas në produkte më të vogla, ku na jepet energjia. Dhe jo vetëm kjo, por gjithashtu marrim atë magnezin, i cili në fakt do na duhen 30 emisione të ndryshme për të folur për magnezin, sepse magnezi futet në 300 reaksione të ndryshme metabolike në trupin ton, i cili është përgjegjës për shëndetin mendor, është përgjegjës për shëndetin e muskujve ton, për sistemin hormonal, e të tjerë. Kështu që në fakt unë do ju sugjeroja të gjithëve për të vizituar dyqanet e Neranxi Organic Market dhe për të zgjedhur të paktën një paketim të çajeve të ndryshëm që ne kemi përzgjedhur apo kemi formuluar për ju, duke bërë hidratimin edhe më të thjeshtë. Dhe mbas çajeve në fakt tashmë unë dua t'ju prezantoj edhe një produkt tjetër që ne zakonisht nuk e lidhim atë me hidratimin, por që është një element dhe është një produkt mjaft inteligjent për sa i përket hidratimit. Atëherë, mbas kësaj është pikërisht një sektor mjaft i rëndësishëm që në dyqanet e Neranxi Organic Market gjithmonë e shikon, sepse funksionon një lloj si një labirint i mirë organizuar, ku çdo sektor, le të themi, ka identitetin e tij. Dhe pikërisht këtu jemi në një sektor i cili identiteti është pikërisht natyra aziatike. Në fakt, unë do doja ta nisja me qumshin e kokosit, të cilin ne në të gjitha piket e dyqaneve tona e kemi sjell në dy forma të ndryshme, në qumësh kokosi në formatin e till dhe në formatin e tetrapakut. Atëherë qumshi i kokosit në fakt nuk njihet për natyrën e tij hidratante, le të themi, pra për hidratimin e rëndësishëm që ne na realizon në qelizat tona, sepse ka një sasi goxha të konsiderueshme yndyrore, të cilat në fakt në fund të ditës janë yndyrna të shëndetshme dhe jo gjithmonë ne duhet i friksohemi yndyrnave. Por nëse e zbërthejmë më tepër qumshin e kokosit, praktikisht ai është një produkt inteligjent i cili përmban mikroelement, përmban makroelement, karbohidrate, proteina dhe yndyrna, por përmban dhe mjaft elektrolit. Kokosi në vetvete është shumë i pasur me kalium, është shumë i pasur me këtë mineralin, i cili është një pjesë e rëndësishme e sistemit natrium-potasik, pra natrium-kalium. Qarkullimi jon i gjakut, gjithë sistemi i qarkullimit të gjakut ka një pompë. Dhe kjo pompa është pikërisht, le të themi, motori kryesor i cili bën shkëmbimin e lëndëve jashtë qelizore dhe brenda qelizore. Pra, kontrollon, le të themi, hyrjet e daljet e të gjithë mënyrës se si funksionojnë qeliza. Dhe duke i zvendësuar këto minerale, të cilat ne i largojmë nëpërmjet djersitjes, nëpërmjet qumshit të kokosit, atëherë ne lehtësojmë këtë proces mjaft shumë. Por jo vetëm kaq,
Qumshti i kokosit përveç se na ofron këtë sasi goxha të konsiderueshme të kaliumit, ai është edhe një element mjaft i pasur me një yndyrë e cila quhet MCT. Pra, medium chain triglycerides, e përkthyer ndryshe, acide yndyrore me varg të shkurtër të atomeve të karbonit, të cilat praktikisht janë disa yndyrna që trupi jon i zbërthen ato mjaft mirë dhe i përdor menjëherë si energji. Unë do të sugjeroja përdorimin e qumshit të kokosit jo vetëm në një formë të tillë, e cila në fakt është bazike, por do ta sugjeroja në formën e një pijeje freskuese verore të shoqëruar me akull, por edhe me një erëz mjaft interesante, e cila është pikërisht pumpkin spice. Zakonisht këto nuk janë pjesë e traditave tona të cilat i konsumojmë në përditshmërinë tonë, por duke kombinuar qumshin e kokosit, i cili ka dhe natyrë kremoze, dhe me erëzat pumpkin spice, të cilat përbëhen nga kanella plur, xhinxheri plur, arindi, plur bahar dhe karafil i bluar, atëherë ne na jep një profil mjaft të rëndësishëm ushqyes, por dhe një shije mjaft të veçantë çfarë na e bën hidratimin në këtë stinë me këto temperatura kaq të larta edhe më të thjeshtë, edhe më të lehtë, por më rëndësishmja praktike, sepse në fund të ditës prakticiteti është ai që na nevojitet për të mbajtur metabolizmin tonë dhe shëndetin tonë të përditshëm. Dhe meqense jemi në këtë sektorin kaq të veçantë dhe kaq të rëndësishëm, unë do bëj vetëm disa hapa përpara për t'ju treguar dhe një produkt tjetër. Dhe ky është një sektor shumë i veçantë, të cilën unë besoj se është një nga ato produkte të cilën nuk mund të bëjmë dot pa të. Dhe bëhet fjalë pikërisht për kripën. Pavarësisht të gjithë rekomandimeve të ndryshme të mjekëve, të doktorëve, të nutricionistëve, dietologëve klinik etj, të cilët gjithmonë edhe më tepër mos e konsumoni në sasi shumë të lartë kripën, unë do thoya në fakt që kripën konsumojeni, por në sasinë e duhur. Jo më kot thon gjella me krip dhe kripa me karar. Në të gjitha pikat e dyqaneve të Neranxhi Organic Market, në fakt ne kemi lloje të ndryshme të kriprave, duke nisur nga kripra himalaje, kripa keltike, kripa maldon, kripa indiane, kripa sichuan e të tjerë të cilat në fakt do nevojiteshin 15 minuta emision vetëm për të emërtuar llojet e ndryshme të kriprave që të gjitha pikat e dyqaneve Neranxhi ofrojnë dhe kanë në të gjitha pikat e dyqaneve të veta. Në fakt kripa si një element nuk është i dëmshëm. Në esencë ajo përbëhet nga një mineral i cili është pikërisht natriumi. Dhe natriumi është një nga ato elementet të cilët ne e largojmë atë nëpërmjet djersitjes tonë. Dhe duke kombinuar kripën, sidomos në mëngjes me një gotë ujë, atëherë ne kemi siguruar vetes tonë atë sasinë e duhur të elektrolitëve ditore në mënyrë për ta nisur ditën sa më mbarë dhe sa më energji, por gjithashtu duke siguruar dhe garantuar hidratimin tonë. Gjatë natës ne bëjmë një proces i cili quhet respirim. Dhe gjithë ky proces në fund të ditës harxhon energji. Duke harxhuar energji, ne njëkohësisht largojmë edhe avuj nga trupi jon. Dhe duke kryer këtë proces të tillë, atëherë detyrimisht dhe dehidratohemi. Jo më kot ndonjëherë mund të na rasti që zgjimi në mëngjes vjen me një gojë paksa të thatë dhe një dëshirë për të konsumuar ujë. Por nëse ne konsumojmë me njëherë vetëm ujë, atëherë jo detyrimisht ne kemi bërë një hidratim cilësor. Hidratim cilësor do ishte pikërisht kombinimi i asaj godës me ujë që ne preferojmë ta pimë në mëngjes, më idealja do ishte uji ambienti, e shoqëruar vetëm me disa bluarje të këtij paketimit të një kripe të tillë. Më idealja akoma do ishte kombinimi i asaj godës me ujë e kombinuar me krip e shoqëruar dhe me pak lëng limoni. Limoni si natyrë është acid, pra është një produkt i cili ka një pH të ulët, që do të thotë në fjalë të thjeshta është goxha i aftë. Dhe prandaj kur ne e konsumojmë, ndonjëherë goja na rrudhoset. Por limoni në fakt ka një efekt alkalizues. Në mënyrë jo, le të themi, ose kundër intuitive, ne mendojmë se limoni në fakt nuk është alkalizues për shkak sepse është acid. Por në fakt limoni ka një efekt të tillë sepse ai stimulon gjendrat e bështymës tonë. Është një histori goxha interesante në fakt për sa i përket limonit, me historinë e Napoleon Bonapartit, i cili në fakt ka mbajtur një ushtri të tërë në mungesë të ujit vetëm me një qese limon, duke shtyrur vetëm disa pika, duke qenë se ai ka një aftësi goxha të lartë për të stimuluar gjendrat e bështymës dhe duke na lehtësuar ato simptomat e dehidratimit tonë. Limoni në esencë në përmbajtjet e tij ka vitaminë C. Vitamina C është një antioksidant mjaft i rëndësishëm që lufton stresin oksidativ, plakën oksidative, vdekjen qelizore e të tjerë. Por nga ana tjetër, limoni përmban edhe elemente si minerale të ndryshme, të cilat ndikojnë në hidratimin qelizor. Jo vetëm kaq, limoni përmban edhe acid citrik, një acid mjaft i rëndësishëm për sa i përket aktivizimit të enzimave në stomakun tonë. Enzimat në stomak zakonisht
janë aty të sekretohen nga organet tona të ndryshme. Por nëse nuk aktivizohen, atëherë ato nuk e bëjnë punën si duhet. Dhe pikërisht konsumimi i lëngut të limonit i aktivizon ato duke i bërë të veprojnë më shpejt në mënyrë më efikase dhe duke lejuar që të gjitha këto mineralet të arrijnë të depërtojnë nëpërmjet membranave qelizore nga gjaku deri në qelizë. Lëngu i limonit në fakt nuk do ta këshilloja për të konsumuar në sasi shumë të lartë, por atë gotën 250 ml deri në 350 ml të kombinuar me krip mund të shoqërojmë mjaft mirë vetëm me një lugë gjelle limonin. Dhe mund të mendojmë ndonjëherë që lëngu i limonit i sjell në paketime të tilla qelçi të paketuara nga industria nuk janë alternativa të shëndetshme, por në fakt unë do ju jepja një shembull shumë më ndryshe. Pikërisht ky lëng limoni ndonjëherë është edhe më i shëndetshëm, për shkak se përmban 100% vetëm lëng limoni, nuk është i modifikuar në asnjë mënyrë tjetër duke shtuar aditiv apo konservant të ndryshëm dhe vjen në një paketim qelçi, i cili është material premium, jo si plastika të ndryshme të cilat mund të shkaktojnë edhe rrjedhje apo le të themi lëshime të elementeve toksik të cilat enda dëmtojnë shëndetin tonë. Prandaj vizitoni dyqanet e Neranxhi Organic Market për të marrë paketa të ndryshme, le të themi paketa hidrolitike e kësaj vere. Dhe tani pas limonit më ndiqni tek një tjetër produkt. Dhe në fakt unë bëra një kombinim i cili ishte lëngu i limonit me kripë dhe me ujë, e cila në fakt kjo gja ju çon një përqindje shumë të vogël të popullsisë që realizojnë si rutinë në mëngjeset e tyre, por duke shtuar edhe një element tjetër dhe një produkt i cili njihet mbar botërisht dhe është shumë famoz për vlerat e tij ushqyese, për vlerat e tij kurative, atëherë kjo ju zvogëlon dhe ju çon në një përqindje akoma edhe më të vogël të popullsisë, e cila nis mëngjesin e saj në një mënyrë sa më të shëndetshme. Dhe bëhet fjalë pikërisht për shurupin e panjës. Shurupi i panjës në fakt është një produkt i ëmbël. Edhe pse produkti i ëmbël nuk është i pashëndetshëm. Ne ndonjëherë i lidhim produktet të cilat janë tej të ëmbla apo tej të kripura si produkte të pashëndetshme. Por në fakt, shurupi i panjës ka një indeks glicemik akoma edhe më të ulët, ndryshe nga çdo produkt tjetër i ëmbël. Shurupi i panjës në fakt është dhe goxha i rëndësishëm dhe goxha i lartë në përmbajtjen e tij të mineraleve. Duke qenë se nxirret nga trungu i panjës, ky produkt është goxha versatil dhe goxha interesant, sepse mund ta përdorin edhe ata individë të cilët mund të kenë probleme me insulinën. Ndonjëherë mendohet që dhe individët të cilët kanë probleme me insulinën, pra mund të jenë lidhura qoftë me mungesën e funksionimit qelizor apo edhe me probleme të diabetit të tipit 2, shurupin e panjës mjaft mirë mund ta konsumojnë duke qenë se nuk ndikon shumë në nivelet e sheqerit të gjakut. Dhe duke bërë këtë kombinim, le të themi kjo paketa verore hidrolitike që gjenden në dyqanet e Neranxhit, atëherë ju çon në një përqindje shumë të ulët të atyre të cilët nisin mëngjesin e tyre në mënyrë sa më të shëndetshme dhe shumë interesante sepse mund të ndjejmë menjëherë ndryshime në regjimin tonë ditor. Ndonjëherë nuk është e rëndësishme apo nuk është e thënë që ne të bëjmë ndryshime të mëdha për jetën tonë, por ama ndryshime të vogla, zgjedhje të vogla ditore për ndryshime të mëdha. Këto realizojnë më tepër dhe ka një impakt më të madh në shëndetin tonë se sa ato ndryshime madhore që ne pretendojmë dhe duam zgjidhje japa të shkurtra. Dhe përveç shurupit të panjës, Neranxhi këtë verë ka menduar për ju dhe me një produkt tjetër mjaft interesant, një produkt i cili në traditën aziatike përdoret mjaft mirë dhe disa herë është menduar se kuron dhe sëmundje të cilat janë të pashërueshme, dhe është pikërisht kombucha. Kombucha është një pije deri diku e gazuar. Dhe emri në saj ka goxha të veçantë. Emri vjen pikërisht nga fermentimi. Fermentimi i cili realizohet nga çaji i zi edhe çaji i jeshil. Të dy këto janë, le të themi, dy erza apo dy bimë, të cilat ndikojnë dhe kanë një efekt goxha të rëndësishëm për stimulimin e tretjes tonë, për hidratimin tonë, për antioksidantët, por nga ana tjetër fermentimi sjell edhe një stres tjetër të shëndetshëm. Sepse fermentimi është pikërisht ai procesi i cili konverton një substrat apo një produkt në disa elemente të tjera. Dhe kur ne prodhojmë kombucha dhe bëjmë kombucha dhe e sillim në forma të tilla, atëherë nuk kemi vetëm çaj të zi dhe çaj jeshil, por kemi të bëjmë me një pije ose më saktë ta themi me një eliksir natyror, i cili përmban katekinat, epigalokatekinat, përmban mineralet të ndryshme, përmban vitaminat e grupit B, duke qenë se fermentimi
i realizon dhe jep mundësinë të gjithë këtyre elementeve të dalin në parë dhe ne t'i konsumojmë, por nga ana tjetër prodhon dhe disa elemente të tjerë të cilat lidhen mjaft mirë me shëndetin e zorrës së trashë. Dhe ne kemi folur dhe kemi thënë shumë herë që shëndeti fillon gjithmonë nga zorra e trashë. Nëse kemi një zorë të trashë të shëndetshme, atëherë dhe sistemi ynë imunitar duhet më i shëndetshëm dhe aftësia për të përthithur produktet duhet më i shëndetshme, apo minerale të ndryshme dhe vlera të ndryshme ushqyese, por njëkohësisht edhe aftësia që qelizat tona do kenë për të përthithur minerale apo të jenë të hidratuara do jetë më e madhe. Kombucha në fakt është një pije, është një eliksir i cili anon apo është një amalgam e shijeve të ndryshme, e cila ngjeson me mushtin, ngjeson me birrën, ngjeson me verën, ngjeson me uthullën, me diçka të ëmbël, me diçka të afërt, kështu që unë do ja sugjeroja të gjithëve. Në fakt, kombuçën mund ta bëjmë edhe trendin e kësaj vere. Atëherë nuk më ngelet gjë tjetër për t'ju thënë, përveç se të vizitoni dyqanet e Neranxhi Organic Market dhe të merrni paketën tuaj hidrolitike për të verë. Faleminderit që ndoqët këtë emision, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer shumë. Mirupafshim.